Sefa. Tani, Qa mund të ndodhë? ka një plan pas për protestës, ndryshimin, ka një plan për ndryshimin, Jenë djeni të plani? po tani duket qartë. Po. Manja e hodhi sfidën opozitës dhe tha, ulit Hajde të lëvizim, po. Që aty mund lëvizim shumë gjëra. Ndryshim kushtetues. Po. Ishte qartë. Shumë, ja, për këtë i referohesha unë, po. Është ndryshim kushtetues. Po. Që lidhet me sistemin, me 100 mandate, lidhet me shumë gjëra. Qoftë do kemi ndryshim, do kemi një ndryshim total. Po. Mund të kemi dhe kushtetues të re, po kjo është diskutim tjetër. Se normalisht duhet kemi dhe kushtetues të re në fakt, se terma si unë me to më radhë nuk mbase ato do hiq. Kanë nga nuk kanë më në nuk mund të jenë në veprimtarinë ligjore në Republikë. Kanë rënë se kanë mbaruar. Janë si apendis, të mbetje duhet. Po ju vetëm ajo po mbyll kapitujt me Bashkimin Evropian. Do mbyllësh 3 kapituj atë 14. Po le ta mbaroj avokat, lutem. Po. Ju do i mbyllësh. Se kam temë tjetër për të. Duhen rishikuar. Tani problemi është që është e vërteta që kur është bërë reforma drejtësi ka pasur gjëra që janë menduar ndryshe dhe nga zbatimi në terren kanë dalë ndryshe. Siç është edhe mandati i dytë i SPAK-ut. Domethënë ne kemi 20 prokurorë të cilët kanë standardet më të lartë të hetimit, domethënë që ka dhe trajnime, kanë dhe mënyrën profesionalizmi më të lartë të trajnimit, të cilëve pas në vetë shëtuar do vesh prap prokuror në shkallë të parë. Sa atje ke emërimin, do vesh atje. Domethënë edhe merr 20 prokurorë tjerë. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ti nuk i jep mundësinë drejtën kushtetuese për të rikandiduar atë. Po. Ja kufizon. Po pse PD-ja tha që nuk e pranon atë? Se këtu kemi edhe një veprim politik të PD-s që ka dalë nga parlamenti, PD-ja nuk është më parlament. E dini besoj. Po se pranon Berisha atë sa ishte po nuk është ndryshim i madh edhe brenda dhe jashtë njësoj është. Jo, reforma duhet votuar me PD-n. Shko tani unë, për të hyrë Bashkimin Evropian nuk kam i qartë. Numrat e deputetëve. Gjë tjetër, po të them që ndryshim kushtetues ka tjetër. Po, ndryshim kushtetues do dhe PD. 94. Do 94 vota. Që Rama si ka sot. Ndryshohet në mënyrë njanshme. Nuk i ka. Po. Tani problemi është që a ka nevojë për ndryshime? Ka nevojë. Për mendimin tim, dhënia mundësisë për kandidim për një mandat të dytë patjetër. Okej. Tani prokurorët e SPAK-ut duhet të dhënë patjetër një mundësi. A duhet rritur niveli organeve kolegjiale? Patjetër. Çka do të thotë? Ka pas pengesa shumë të mëdha. Ja po them diçka për të shkrirë këto KLP dhe KLG. Ta mbaroj. Ka pas kushte specifikime shumë të vështira për personalitetet të cilat nuk i plotësonin dot. Duhet të kishe 10 vjet, duhet të kishe aktivitet shjuar 10 vjeçar, nuk duhet të kishe aktivizim politik e gjitha me radhë, ndalesa të cilat e lejonin që vetëm një kategori e caktuar njerëzish të kandidonin. Dhe ata që ishin të parët, Gjend Ibrahimi me shok, i bën për vete. Të cilët fund ditës u zgjodhen, se ata ngelen. Edhe u zgjodhen. Tani duke rritur pjekurinë e vet organet kolegjiale, patjetër që cilësia e atyre që do vënë në këto organe kolegjiale do rritet patjetër, se rritet numri i aplikuar. Pra ju nuk e përjashtonin mundësinë e ndryshimeve në reformën dhe ndrejtësi. Unë mendoj që duhen, por jo struktura, jo themeli i reformës drejtësi. Duhen rregulluar disa pike eta. Është domosdoshme. Okej. Edhe harta gjyqësore është domosdoshme, të rishikohet të tëra. Në vlerësimin tim duhet të ketë kompetenca më të mëdha, duhet të jetë më aktive, më proaktive, duhet të jetë me një staf akoma më të zgjeruar, domethënë të bëj hetim real. Ke drejt ta t'japin ligjin, mos t'japin stafin, edhe mbetesh aty pastaj. Prandaj